Pas një seance plenare rreth 5 orëshe, mazhoranca socialiste miratoi vetëm rendin e ditës në kuvend pasi deputetët e opozitës nga Partia Demokratike dhe Partia e Lirisë bojkotuan punimet. Me votat e Partisë Socialiste u miratuan disa projekt ligje, kryesisht për bujqësinë, përfshirë censusin e bujqësisë që pritet të nisë në muajin tetor, si edhe ndryshime për mbrojtjen e tokës bujqësore, kimikatet dhe akuakulturën. Kuvendi miratoi gjithashtu rezoluta për vlerësimin e institucioneve kryesore, mes tyre KQZ-n, Bankën e Shqipërisë, Instat, RTS, AMA dhe entet rregullatore. Një qëndrim ndryshe brenda mazhorancës u mbajt nga deputeti socialist Erion Braçë, i cili votoi kundër projektligjit për mbrojtjen e tokës bujqësore dhe abstenoi për ndryshimet në ligjin për librin. Kundër tij votuan edhe deputetë të tjerë opozitar. Ndërkohë, debatin në seancën e sotme plenare mbajtën gjallë Tauland Balla, Erald Kapri dhe Redi Muçi. Sigurisht, debati mes tyre shkoi përtej rendit të ditës në vazhdon e teatrit të përjafshëm në parlament. Deputetja e Partisë Socialiste Elisa Spiropali ka propozuar sot nisjen e një dialogu kombëtar për një marrëveshje të re për Shqipërinë përmes një mocioni të dorëzuar në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste. Në dokument Spiropali argumenton se vendi ka hyrë në një fazë të re zhvillimi dhe ka nevojë për më shumë demokraci, përfaqësim qytetar, meritokraci dhe institucione më të forta. Sipas saj, marrëveshja politike e vitit 2008 nuk garanton më konkurrencën dhe hapësirën e nevojshme për energji të reja politike. Ajo kërkon që Partia Socialiste të nisë reformimin nga vetja, përmes zgjedhjeve të lira brenda partisë, debatit të hapur, transparencës dhe ndarjes së qartë mes partisë dhe shtetit. Mocioni propozon konsultim me qytetarët, diasporën, biznesin, universitetet dhe shoqërinë civile për një kontratë të re besimi që përfshin reformën zgjedhore, drejtësi të pavarur, luftë kundër korrupsionit, ekonomi konkurruese dhe media të lira. Spiropali mbështet po ashtu edhe një sistem proporcional kombëtar me lista të hapura. Në deklaratën e shkurtër për media teksa hynte në parlament, Spiropali deklaroi se tashmë topi është në fushën e kryeministrit dhe kryesocialistit Edi Rama, pasi atë që paralajmëroi, ajo tashmë e zyrtarizoi platformën për Shqipërinë e re. Kryeministri Edi Rama prezantoi sot projektin Smart City, duke e cilësuar si reagimin institucional pas vrasjes së nxënësit Martin Cani pranë shkollës Fanoli, ngjarje që tronditi opinionin publik vitin e kaluar. Rama tha sot se sistemi teknologjik do të rrisë sigurinë publike dhe do të ndihmojë në parandalimin e ngjarjeve të rënda, duke identifikuar në kohë reale situatat e rrezikshme. Faza e parë do të nisë në 20 shkolla të përzgjedhura sipas numrit të nxënësve, densisë së zonës dhe nevojave për siguri. Sipas kryeministrit, sistemi nuk do të jetë vetëm për regjistrim por për sinjalizim të menjëhershëm ndaj kërcënimeve. Rama deklaroi se teknologjia do të përdoret edhe për identifikimin e personave në kërkim dhe automjeteve të përfshira në krime, duke ngritur sipas tij menaxhimin e sigurisë publike në një nivel të ri. Megjithatë, për projektin Smart City, ashtu sikurse pamfleti e ka paralajmëruar më herët, ka shumë pikpyetje të forta. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha prezantoi sot drejtuesit e rinj të Selis Blu, duke e cilësuar procesin si një dëshmi të demokracisë së brendshme dhe rezultat të votës së lirë. Ai tha se PD do të vijojë të ketë reformimin e strukturave në themel të funksionimit të saj. Berisha falenderoi drejtuesit e mëparshëm dhe uroi nënkretarët e sekretarët e rinj, duke deklaruar se partia është pasuruar me figura që përfaqësojnë shtresa të ndryshme të shoqërisë. Dhe pasurim, Berisha quan me siguri Flamur Nokën, i cili mori një tjetër mandat si sekretar i përgjithshëm, pavarësisht se lufta e re në PD bëhet pikërisht për të, por as këtë herë Berisha nuk e lëshoi. Në konferencën e sotme me gazetarët, kreu i PD-s foli për reformën territoriale dhe atë zgjedhore, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama se po bllokon proceset. Ai tha se PD mbështet kërkesat e protestuesve për sistem proporcional me lista të hapura. Ai reagoi edhe ndaj deklaratave të ministres serbe për Kosovën, duke kërkuar shpalljen e saj non grata dhe duke pretenduar se qëndrimet e saj përfaqësojnë politikën e presidentit serb Aleksandar Vučić. Gjykata administrative e Tiranës ka shfuqizuar vendimin e rektorit të Universitetit të Tiranës Artan Hoxha për pezullimin nga detyra të dekanes së Fakultetit të Drejtësisë Dorina Hoxha. Me vendimin e saj, gjykata ka urdhëruar rikthimin e menjëhershëm të saj në detyrë, duke përcaktuar se vendimi është i ekzekutueshëm edhe në rast se pala tjetër do të ankimojë çështjen në apel. Pezullimi ishte vendosur më 20 maj, pasi Dorina Hoxha kishte shprehur interes për të kandiduar si anëtare e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Rektori argumentoi masën me nevojën për shmangjen e konfliktit të interesit gjatë procesit të për zgjedhjes së anëtarëve të KLG-s dhe KLP-s. Vendimi shkaktoi debate në radhët e akademikëve dhe juristëve, me diskutime mbi autonominë universitare dhe kufit e kompetencave të rektorit ndaj një dekani të zgjedhur. Vendimi i gjykatës rikthen për momentin Dorina Hoxhën në drejtimin e Fakultetit të Drejtësisë.
3 zyrtarë të filialit të postës shqiptare në Durrës janë arrestuar në ndyshimin se kanë përvetësuar 69 milion lekë të rinj, fonde të destinuara për shpërndarjen e pensioneve dhe ndihmave sociale në Shijak dhe Krujë. Në pranga kanë rënë drejtoresha e filialit Elizabeta Mataj, shefja e financës Valbona Doni dhe arktarja Paula Dana. Sipas informacioneve më të fundit nga hetimet, ngjarja dyshohet ketë ndodhur gjatë muajve prill dhe maj të këtij viti. Policia thotë se shuma ishte planifikuar të arktohej nga filiali i Durrësit për degët lokale, me qëllim pagesat ndaj qytetarëve që përfitonin pensione dhe asistencë sociale. 3 zyrtarët akuzohen për shpërdorim detyre dhe vjedhje duke shpërdoruar detyrën në bashkëpunim. Hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në skemën e dyshuar kriminale. Gjykata e Apelit ka rrëzuar kërkesën e regjizorit Petri Bozo për ndryshimin e masës së sigurisë, duke lënë në fuqi arrestin me burg. Vendimi konfirmon masën e dhënë më herët nga gjykata e shkallës së parë në Elbasan, ndërsa Bozo vijon të jetë nën hetim për aksidentin tragjik të 25 majit pranë shkollës së fshatit Mengël. Në këtë ngjarje humbi jetën një 7 vjeçar nxënës i klasës së parë, i cili u përplas për vdekje teksa ndodhej pranë rrugës me nënën e tij, pasi kishin shoqëruar motrën e vogël në shkollë. Trupa gjykuese nuk pranoi argumentet për një masë më të butë sigurie, duke lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë. Shqipëria renditet ndër vendet europiane më të prekura nga kriza demografike e nxitur nga rënja e lindshmërisë dhe emigrimi masiv i të rinjve. Sipas raportit botror të migracionit 2026, largimi i popullsisë në moshë riprodhuese po ul ndjeshëm potencialin demografik të vendit. Raporti thekson se Shqipëria, së bashku me vende si Lituania, Moldavia dhe Bosnia-Hercegovina, po përballen me humbje të vazhdueshme të kapitalit njerëzor, ndërsa lindshmëria ka rënë në nivelin e zëvendësimit. Ndryshe nga disa vende europiane që kompensojnë rënjen e popullsisë përmes emigracionit hyrës, vendet e Ballkanit Perëndimor përjetojnë një largim të vazhdueshëm të fuqisë së re punëtore. Të dhënat e periudhës 2005-2024 tregojnë se Shqipëria është pjesë e grupit të vendeve me rënje të popullsisë, një tendencë që pritet të vazhdojë nëse nuk ndërmerren politika për rritjen e lindshmërisë dhe frenimin e emigrimit. Sfida kryesore mbetet ruajtja dhe zhvillimi i burimeve njerëzore në një shoqëri që po plaket me shpejtësi. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku ka reaguar pas nënshkrimeve të mbledhura për shkarkimin e tij nga drejtimi i partisë. Ai bën me dije se firmat janë verifikuar dhe ka autorizuar sekretariatin e LDK-s të nisë procedurat për thirrjen e kuvendit të partisë, i cili do të vendosë për të ardhmen e tij në krye të LDK-s. Në të njëjtën kohë, Abdixhiku njofton ndërprerjen e negociatave me lëvizjen vetvendosje për formimin e institucioneve të reja. Vendimi vjen pas raportimeve se vetvendosja dhe LDK kishin arritur një marrëveshje në parim për bashkëqeverisje, ku vetvendosja do të propozonte presidentin, ndërsa LDK do të merrte drejtimin e kuvendit dhe 3 ministri. Por zëdhënësi i LDK-s Besian Mustafa i ka mohuar këto pretendime, duke i cilësuar të pavërteta. Zhvillimet e fundit pritet të ndikojnë në negociatat për krijimin e institucioneve në Kosovë. Eurokomisionerja për zgjerimin Marta Kos dënon deklaratën e ministres serbe Snežana Paunović për spastrimin etnik të Kosovës, duke cilësuar tronditëse dhe të papranueshme për një zyrtare të një vendi kandidat për në Bashkimin Evropian. Në Parlamentin Evropian, Kos tha se nuk e kupton se si një ministre mund të vijojë detyrën pas një deklarate të tillë dhe u bëri thirrje politikanëve të vendeve kandidate të jenë të vetëdijshëm për përgjegjësinë e fjalëve të tyre. Paunović pas reagimeve të shumta kërkoi falje ndaj presidentit Aleksandar Vučić dhe kryeministrit Gjuro Maçut, duke pretenduar se deklarata e saj ishte nxjerrje jashtë kontekstit. Megjithatë, në intervistën e publikuar ajo dëgjohet të thotë se në vend të Slobodan Miloševićit në vitin 98 do të kishte kryer spastrimin etnik të Kosovës. Ministria serbe e quajti këtë një qëndrim personal dhe jo politik zyrtare, ndërsa vendimin e Kosovës për shpalljen e saj non grata e cilësoi paradoksal. Prokuroria Publike Europiane në Athinë ka ngritur akuza ndaj 22 personave, mes tyre 4 deputet në detyrë, ish zyrtar publik dhe bashkëpunëtor politik për një skem të dyshuar mashtrimi me fondet bujqësore të Bashkimit Evropian. Hetimi lidhet me organizatën greke për pagesat dhe kontrollin e ndihmës komunitare, ku dyshohet për manipulim të subvencioneve të politikës së përbashkët bujqësore. Sipas EPPO-s, janë zbuluar ndërhyrje të palishme në kontrolle, ndryshim të dhënave pas verifikimeve, fshehje të rezultateve të inspektimeve dhe përdorim dokumentesh të falsifikuara. Nga hetimi janë përfshirë edhe ish drejtues të organizatës greke për pagesat dhe kontrollin e ndihmës komunitare, të akuzuar për shkelje të besimit dhe menaxhim të palishëm të fondeve europiane. Ndërkohë akuzat ndaj 7 deputetëve të tjerë janë tërhequr për mungesë provash. EPPO thekson se të gjithë të pandehurit konsiderohen të pafajshëm deri në një vendim përfundimtar gjykate, ndërsa hetimet vijojnë për persona të tjerë.
Dhoma e deputetëve në Itali ka miratuar reformën e re zgjedhore me 217 vota pro, 152 kundër dhe 2 abstenime. Projekt ligji tashmë kalon për shqyrtim në Senat. Sistemi i ri ruan përfaqësimin proporcional, por parashikon një bonus shumice për listën ose koalicionin fitues, që arrin të paktën 42% të votave në të dyja dhomat e parlamentit. Fituesi mund të përfitojë 70 mandate shtesë në dhomën e deputetëve dhe 35 në Senat, me kufizime për numrin maksimal të vendeve. Reforma heq zonat 1 emërore dhe votën preferenciale, duke kaluar në lista të mbyllura, ku qytetarët nuk zgjedhin kandidat individual. Ligji ruan pragun 10% për koalicionet dhe 3% për partitë, me synim uljen e fragmentimit politik. Partitë do të duhet të deklarojnë kandidatin për kryeministër në programet zgjedhore, ndërsa parashikohen edhe rregulla të reja për kandidaturat dhe votën e italianëve jashtë vendit. Ndryshimi zëvendëson sistemin aktual dhe pritet të ndikojë ndjeshëm në garën politike italiane. Trafiku i anijeve në ngushticën e Hormuzit ka pësuar rënje të ndjeshme pas rikthimit të bllokadës detare amerikane ndaj porteve iraniane. Sipas të dhënave të kompanisë së inteligjencës detare Kepler, vetëm 10 anije kaluan në ujërat e kontrolluara nga Irani gjatë ditës së parë pas rivendosjes së masave, ndërsa disa të tjera përdorën korridore alternative në ujërat e Omanit. Kalimet në këto ngushticë strategjike kanë rënë me 59% gjatë javës së fundit, ndërsa tensionet në gjirin persik janë rritur. Situata u përshkallëzua edhe pas një ndërhyrje të forcave amerikane ndaj një cisterne nafte që po lundronte drejt ishullit Karg të Iranit. Anija nuk kishte respektuar paralajmërimet dhe u godit për t'u ndalur. Ngushtica e Hormuzit është një nga korridoret më të rëndësishme energjetike në botë, ku çdo pengesë në lundrim mund të ndikojë tregjet ndërkombëtare të naftës. Ndërkohë, ish sekretari amerikan i mbrojtjes Mark Esper ka vënë në pikpyetje strategjinë ushtarake amerikane ndaj Iranit, duke deklaruar se bombardimet ajrore të vetme nuk do ta detyrojnë Teheranin të ndryshojë kurs. Në një intervistë për Financial Times, ai tha se administrata e presidentit Trump duhet të fokusohet te një strategji më e gjerë presioni ekonomik përmes sanksioneve të koordinuara me aleatët, në vend që të mbështetet te përshkallëzimi i operacioneve ushtarake. Disa fotografi të Dua Lipës nga pushimet e saj në kepin e Merlit në jug të Shqipërisë kohë më parë nuk shfaqen më në profilin e saj zyrtar në Instagram. Këngëtarja shqiptaro-britanike kishte publikuar më herët pamje nga natyra dhe bregdeti shqiptar, duke promovuar zonën te miliona ndjekës të saj. Heqja e postimeve ka shkaktuar diskutime në rrjet, veçanërisht për shkak të debatit për zonat e mbrojtura në Shqipëri. Dua Lipa ka shprehur publikisht shqetësim për ndërtimet në zonat të mbrojtura dhe ka mbështetur thirrjet për ruajtjen e mjedisit, duke sjellë reagime të ndryshme politike dhe publike. Qëndrim ky që dukshëm ka konfirmuar mbështetjen e saj për protestat në Shqipëri. Kepi i Merlit ka qenë prej kohësh në qendër të diskutimeve për zhvillimin urban dhe lidhjet e familjes së artistes me këtë zonë kanë shtuar aludimet. Megjithatë nuk ka asnjë konfirmim nëse fshirja e fotove lidhet me këto debate apo me një riorganizim të profilit të saj zyrtar në Instagram. Lionel Messi është ndëruar në kandidatin kryesor për të fituar sërish topin e artë këtë vit, pavarësisht faktit se aktivizohet në kampionatin amerikan. Në moshën 39 vjeçare, kapiteni i Argjentinës po shkëlqen në Kupën e Botës, ku kryeson listën e golashënuesve me 8 gola dhe ka regjistruar 4 asiste. Para finales ndaj Spanjës, paraqitjet e tij kanë forcuar ndjeshëm kandidaturën për çmimin prestigjioz. Rivalët kryesor duket se janë larg ritmit të tij. Kylian Mbappé u eliminua me Francën, Harry Kane nuk arriti finalen me Anglinë, ndërsa Lamine Yamal nuk ka pasur ndikimin e pritur. Nëse triumfon me Argjentinën ose edhe me një paraqitje të madhe në finale, Messi mund të shkruajë një tjetër kapitull historik, duke synuar topin e artë të 9 në karrierën e tij. Mbrëmjen e 19 korrikut zhvillohet finalja e madhe e Kupës së Botës mes Argjentinës dhe Spanjës. Kush do të triumfojë?